i nga lisët fshatarit, se nuk lejohet mu hos ky herbicid, pse ke hos ti? Po pse ke fshatarit do ta kërkosh këtë llogëri? Po ku ta kërkon? Ku t'ja kërkon? Po mirë, fshatari ka laborator me pa se si është ai ilaç. Ky do të kapet nga vetë kreu, nga shteti. Sa ti po thua, Pse fut mollin pa kontrollu? Ta ndaloj atje. Mori masa ka i grosisti si e bje. Nejna ekonomia mëllme. Në s'kina demokraci. Me ekonomit mëllme s'ke demokraci. nëse akuza ka dhe për përdorim të tepërt. Pra, nuk përdoret aq sa duhet, sa dhe si duhet. Po mirë, I lejushëm. në çdo komunë paguhet ka agronom. A keni një agronoma? Nëse njofin, rruga merret. Ju s'ka ardhur ndonjëherë këtu? Po ja. Si qysh tek bëhet? Bile s'ka rrit puna kur çesh viçin atje me shit ose lobën do letrat. Po su kush jep letrat na s'dim gjo. A të shkojt gjej ata të shes mollin që jem si fshatar që më duhet leku. Pra vetëm tek momenti kur të duhet letra për ta shit, vetëm aty e mëson që ka një agronom, një veterinar. Jo, se mësem se s'dim ku ta gjejmë, ku është. Po si e bëni? E shifni. Futja. Kur delet i këtë regu, vinë ka herë ata të kukosën dhe sot do të sekuestroj mallin. Këta kushte ka ky popull. Për ne të mina të mërësisht të diskriminum. Si do të bësh ballë me gjithë këtë varg problemesh, mos me e gjithë si mund t'i bësh ballë për dalë më kryt. Faleminderit, baba.